Shikues të nderuar, mi mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Autoriteti i konkurrencës është njëri prej institucioneve të rëndësishme në vend që kontrollon monopolet dhe mbikëqyr çmimet. Si njëri nga premtimet kryesore elektorale të vetëvendosjes në vitin 2021, ky autoritet kishte pritje të shndrohej në një kontrollues të tregut për të ndalur abuzimet. Sonte, shikues të nderuar, do të tregojmë se si të deleguarit e partisë në autoritet janë bë PK5, duke eskalu edhe në konflikte fizike dhe duke bloku plotësisht vendimarrjen në këtë autoritet. Konflikti është nis në vendimarrjen për tregun e kablorëve dhe që atëherë antarët e bordit, që tash janë 3, kanë marrë mbi 16.000 euro paga në vit, por nuk kanë marrë asnjë vendim. Kemi vendosur me pa pse shteti paguan këta njerëz me mbi 16.000 euro në vit, secilin, e ata nuk kryjnë punën për të cilin marrin taksat e shtetit. Po ku nisi sherri në autoritet? Në vitin 2022, autoriteti i konkurrencës kishte nisë një hetim ndaj 2 kompanive, Art Motion dhe Kujtesa. Pretendohej se kishte ndodhur shitblerje e aksioneve pa njoftimin para të autoritetit të konkurrencës. Sipas ligjit, komisioni ka 5 antar, por vendimet mund të më marrë edhe me 3 antar. Por, të dhënat na tregojnë që as hetime për kablorët, as hetimet e tjera për çmime nuk u përfunduan. Në ndërkohë, 2 antar të bordit kishin dhënë ndërheqje. Salih Gashi Loku kishte dhënë ndërheqje në qershor të vitit 2025, ndërsa Florent Mehmeti në janar të vitit 2025. 3 antarë të tjerë, të cilët po marrin paga, po jo vendime, kryetarja Neime Binaku Isufi dhe 2 antarët Kaltrina Sela dhe Naife Ozdautaj kanë vazhduar me marrë paga pa mbajtur bledhje, ku merren vendime. Kur në tavolinën e komisionit ishte ardhur rasti i kablorëve, Kaltrina Sela kishte deklaruar konfliktin e interesit. Ajo ishte arsyetuar se kompania e nënës së saj i kishte shitur disa shtëpiza për kompaninë Kujtesa. Pastaj, vetë kryetarja Neime Binaku Isufi ishte drejtuar Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit që të vlerësojë nëse Kaltrina Sela është në konflikt të vazhdueshëm të interesit me korporatat e mëdha që ishin duke u hetuar nga autoriteti. Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit në 25 tetor 2024 kishte nxjerrë një opinion ku konstatonte që përfshirja e Kaltrina Selës në vendimarrje në rastin ku hetoheshin kompanitë e telekomunikimeve përbën konflikt interesi. Rasti ka shkuar në gjykatë, ku gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se në këtë rast nuk ka konflikt interesi. Shkalla e dytë, pra gjykata e apelit, është duke e trajtuar ankesën. Ata e kanë konfirmuar për Kallëzo.com. Po çka na del tutje, shikues të nderuar? Kaltrina Sela, që është nënkryetare e bordit, nuk është ftuar më për mbledhjet e bordit. Sipas ligjit, bordi mundet me qenë funksional me 3 antar dhe me marrë vendime të rëndësishme, por kryetarja e bordit nuk e ka ftuar mbledhjen prej kohës kur ishte ngritur pretendimi për konflikt të interesit. Sela e akuzon kryetaren e bordit për bllokim total të punës. Zonja Neime Binaku Isufi, kryetare e autoritetit të konkurrencës, në vazhdimsi ka penguar punën time si nënkryetare e Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës që nga muaji nëntor i vitit 2024, duke më pamundsuar ushtrimin e funksionit të nënkryetares. Në vitin 2025, 2 antarë të komisionit kanë dhënë ndërheqje dhe nga qershori vitit 2025, komisioni ka mbetur me 3 antarë, që është kuorumi nevojshëm për vendimarrje, por zonja Binaku Isufi, duke ndaluar punën në komision, ka bllokuar kuorumin vendimarrës dhe me këtë edhe të gjithë vendimarrjen në autoritet të konkurrencës. Opinioni i APK-s ishte në kundërshtim të hapur me realitetin dhe gjendjen faktike.
Andaj ndaj tij unë kam ushtruar padinë në gjykatën themelore në Prishtinë dhe në dhjetor 2025, gjykata ka nxjerrë akt gjykim ku e ka anuluar këtë opinion të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Lidhur me këtë akt gjykim, unë e kam njoftuar kryetaren, zonjën Binaku Jusufi, por përsëri ajo ka vazhduar të më pengoj ushtrimin e funksionit edhe pas akt gjykimit. Arbitrariteti e kundërligjshmëria janë metoda të punës të kryetarës zonjës Binaku Jusufi dhe drejtorit të përgjithshëm zotri Selajdin Beqa, të cilat tashmë dihen nga secili zyrtar në AKRK. Kryetarja e bordit në asnjë rast nuk ka pranuar publikisht me fol për këto akuza, as nuk ka pranuar me na prit në takime për intervistë. Kemi dashur që nëpërmjet emailit me i marrë disa përgjigje të cilat nuk sqarojnë qartë sepse kryetarja merr pagë, por nuk i thret mbledhjet, të cilat sipas nënkryetares do të duhet të ishin të rregullta. Edhe pse kemi insistuar me shumë emaila, ne nuk kemi marrë përgjigje pse nuk janë thirrë mbledhjet. Nuk ekziston ndonjë proces verbal që konstaton ndërprerje formale të mbledhjeve të komisionit. Funksionimi i komisionit dhe mbajtja e mbledhjeve zhvillohet në përputhje me kërkesat ligjore për quorum dhe standardet e integritetit institucional. Çështjet që lidhen me konfliktin e interesit trajtohen në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe opinionet e institucioneve kompetente. Mbledhjet e komisionit thirren dhe zhvillohen në përputhje me kushtet ligjore për funksionimin dhe vendimarrjen e organit kolegjial. Në emaila nuk kam marrë përgjigje sepse nuk po thirren mbledhjet. Kam tentuar në komision me taku kryetaren dhe me e pyet sepse nuk po thirren këto mbledhje, por nuk kam pas mundësi. Kryetarja s'është sajda, thashë me taku, s'është. Jo. Në këtë situatë shikues të nderuar, komisioni nuk heton, pra nuk mrin me argumentu që çmimet po rriten me marrëveshje kartel dhe nuk mundet me i ndëshku bizneset që bëjnë shkelje. Në hulumtim kemi kuptu edhe një kompetencë shumë të rëndësishme të cilin e ka komisioni. Autoriteti ka një kompetencë që me miratu rastet kur ndodhin shitblerje të bizneseve, pra me shiku nëse nga ky veprim do të ketë përqendrim të tregut, pra dëmtim të konkurrencës. Kompanitë njoftojnë autoritetin për këto situata dhe në rast se autoriteti brenda 30 ditësh nuk i trajton kërkesat në bord, atëherë kërkesat konsiderohen si të miratuara në mënyrë automatike. Po çka na tregon kjo edhe në shikues të nderuar? Unë kam në dorë një listë ku të paktën 48 kërkesa të bizneseve janë miratuar heshtur, pa u diskutuar në bordin e autoritetit. E kam siguru një listë në të cilën shkruhen emrat e shumë bizneseve që kanë kalu si në bashkët babës në këtë proces. Këto, në këtë listë, ka tregtar të energjisë elektrike, shitblerje të bankave, shitblerje të kabloreve, shitblerje të rrjeteve të marketeve, prej një rrjeti në një rrjet tjetër, pra bizneset të mëdha multimilionshe të cilat janë shitur apo janë vendosur në një pronar pas një diskutim në autoritet. Kam dashur me marrë përgjigje të paktën nga antarët e tjerë. Antarja Nafije Ozdautaj konfirmon që institucioni nuk është funksional. Zone Nafije, ju kom thirrë me u pyet rreth pozitës që e keni tek autoriteti i konkurrencës, nuk ju marr shumë kohë. Ndoshta me konfirmu do thotë ju aktualisht jeni antare e komisionit apo jo? Po, aktualisht jemi antare sepse vetëm kuvendi që na ka zgjedhur. Po e ushtroni praktikisht pozitën, a mbani mbledhje? Mbledhje jo, nuk na ka thirrë nga prilli i vitit 2025. As më ka thirrë, as më ka dhënë email zyrtare asnjëherë, as nuk na ka njoftu çka po ndodh në institucion. Çka kanë thonë që ju kanë njoftu? As që kanë njoftu, as që kanë rregull, po. Përkundra dhe disa gjëra që kanë ndodhur, na kemi ftuar kryetarën që të ndërmosha se i ftoi urbanët ose disa gjëra që kanë ndodhur përpara, nuk na shpërfil çfarë se ka thonë në tim çka bëjmë. I bjen që do të thotë komisioni s'ka qenë funksional. Prej prillit 2025, po thoni. Unë personalisht po flas për vete, nga prilli 2025 se kemi marrë një mbledhje. Ajo ka qenë mbledhja fundit, e ka ftuar edhe një mbledhje në maj.
Mirë, po nuk është mbajt për shkak se ajo antarja tjetër që ka qenë e komisionit, ma u ka dhënë ndërheqje, mirë po duket që ka qenë poshtë vjetor, nuk ka qenë e pranishme, dhe s'ka posa të kërëm, kemi qenë vetëm unë dhe kryetarja. Edhe ma nuk është mbajt ashtë. Ata, autoriteti konkurrencës një përgjigje zyrtare më kanë thënë që komisioni ka tre antarë, që i bjen që ka korum. Mirë po nuk ka mbajt mbledhje. Çka s'pe kuptoj që ka ndodhur. Kryetarja thotë që nuk ka komision. Ka ndalë në për media, ka ndalë zyrtari, ka ndalë dhe kanë thonë që nuk ka komision. Nuk ka komision. Unë e kam një përgjigje zyrtare ku autoriteti thotë që do thotë janë lëshu 48 përqendrime vendime për shkak se ligje parashet që nëse komisioni nuk ka vendimmarrje, ato shkojnë në mënyrë të heshtur, pra miratohen. A është kjo e lehtëshme që ka ndodhur? Përse ata e kanë boju funksional komisionit dhe pse nuk shkojnë përmes komisionit, por veprojnë që ata të shkojnë heshje. Unë duke që qëllim është kjo. A kuptoni, në çfarë qëllimi kanë ata nuk di, po kjo është i bëhat një dëm i madh edhe institucionet, edhe ekonomisë Kosovës, edhe sigurisë Kosovës, se nuk e din kush ka ka kanë orë firmat, ato do të dëgjojnë një nga komisioni, të shqyrtohen, të mire vendimit për ata dhe i kristojnë, jemi organ kolegjial i cili vendosin. E qartë, ju aktualisht a delni në herë vend punës, a merrni rrugë, a vazhdoni me marrë rrugë? Çdo ditë dalim vend punës. Kam shkruaj vazhdimisht, lutem të mbledhjen se ka kërëm, na dyejmë zyre, as ndonjëherë fare s'na kthen, kohë të fundit fare nuk kthen. Pra edhe rrugat i merrni natyrisht. Rrugat natyrisht i marrëm se ne na shkarkon kuvendi edhe asnjë vetëm gabim as shkelje nuk e kam. Kemi një kërkesë fundit edhe një vendim nga KPMSH-ja për drejtorin e përgjithshëm, që të fezullohet, grafikun shkujme për atë krititës. Shikues të nderuar, antarja e komisionit në autoritetin e konkurrencës na konfirmon disa informacione të rëndësishme. Bordi e autoritetit nuk është funksional që nga muaji prilli vitit 2025. Kryetarja nuk i thret 2 antarët e tjera në mbledhje, ndërsa 2 antarët e tjerë kanë dhënë ndërheqje. Arsyet që ata i përmendin janë ambienti toksik midis antarëve. Të jemi të qartë, shikues të nderuar, në këtë autoritet munden me u marrë vendime që ju kushtojnë miliona euro kompanive, por ja që vendimarrja është bllokuar. Ato me kalimin e kohës dhe vare këpo që ndërgonë në kolegjore është pak vështirë, më thonë, sepse jo gjithë herë është prej profesional se diçka. Ju a keni pas të lashe me kryetarët komisionit, me antarët tjerë të komisionit, apo? Të lashe. Mos faktikisht ma shumë raporte jo mos fajtëlime situatë faktuet, pa ato faktikisht drejtimet në ashtë mundë më qëtë normale, e është po që fështirë dhe më thonë në orderit e ne pas sukses. Paka shumë ka që nga mjetë, ju shumë i kënë, paka shumë po vjekese me që si toksik. Po a lidhet në i sen me në i rast që ka qenë duku trajtu, kanë qenë disa raste? Jo, absolut, jo. Zënja Luku jam Valon Fona nga Kallëzo.com, si e? Zënja Luku jam duke trajtu një temë për autoritetin e konkurrencës, ju keni qenë atje antare e komisionit, me sa na e kemi pa. Dhe ishtam ju pyet, ju keni dhënë ndërheqje, për çfarë arsye keni dhënë ndërheqje dhe kur? Dhënë ndërheqje në qershor të vitit 2025. A keni cek ndonjë arsye, për çfarë arsye ka ndërheqja? Kur kam cek se kam ndërheqje në kuvend. Sekretarit kuvend
posë kuvend aktiva së të herë. Dhe e kom qekë që për shkak të mos bashkëpunimit kryetarës me burdin. Kryetarës aktuale që është. Po. A keni pas ndaj telashe konkrete diçka që mundeni me nda me neve? Na jem të trajtu faktikisht edhe funksionimin e komplet autoritetit të konkurencës, kemi pas që Për shkak që aty në telashe, po e kom përcjell, janë njëjtat, edhe atëherë janë kanë njëjtat, nuk kam pas në zgjidhje, edhe nuk kom mujt me bënë ndryshim si individ, për që ata nuk e kom pa vetin që me tribut diçka përderisa aty është organ kolegjial, nuk është individual. Përderisa s'kom pas aftësirë me ndiku pozitiv me bë ndryshime, kom pa të rrugës më të ligjit. A ka pas ndaj vendimarrje si me hanë pa konsultim, diçka konkrete me kryetaren? Po vendimarrje ka pas shumë vendime që i ka bë kryemvitje edhe që nuk ju kanë leju. A mund Gjithë janë bë publike dhe antarë tjerë i kanë dorëzuar në prokurori speciale, kështu gjana që po nuk ka pas në i sen. Ka qeni pretendim që një kohë që është jo funksional komisioni, ndërkohë mu më kanë thonë përgjigje. Po. Në për të jam një lirë me hitë i kom lënë 3, nësë më paskon 3, isha një keq, se të lo të ngun burdin. Po, 3 janë, nuk është vërtit që është funksional. po publikisht thuhet edhe vetë ka pas deklarata prej autoritetit që nuk është funksional komisioni. Po nuk është vërtit. Ju i keni pa dhe ato deklarata, po? Po e kom përcjell, se janë ofertime ka pas konflikt interesi me një prej kompanive, për raste tjera, me sa kom kuptuan prej ligjit, nuk i madhe të drejtë në vëton në raste tjera. Fitili në autoritetin e konkurencës nuk është vetëm tek antarët e bordit. Vendimarrësit për çështje milionshë të tregut në heshtje kanë lejuar 48 biznese të cilat vetë kanë pretenduar se po krijojnë në një formë koncentrim, të marrin miratimin për këto shitje. Për më tepër, hetimet për monopole janë krejtësisht të bllokuara. Ajo çka kemi kuptu tjetër është që njerëzit që kishin qenë aktivistë të devotshëm të vetëvendosjes janë punësuar në këtë autoritet, por të gjithë tash janë në konflikte mes vete. Kryetarja e bordit, që nuk po i thret mbledhjet, është një mbështetëse publike e lëvizjet vetëvendosje. Madje, partia u dënua pse ajo mori pjesë në një tubim të vetëvendosjes. Partia i ka pagu 6.000 euro ndëshkim për prezencën e zonjës, por ajo çka kemi po është që në ligjin për mbrojtjen e konkurencës është një nen shumë i qartë, e cili thot që gjatë ushtrimit të funksionit, antari i bordit, por edhe kryetarja, nuk mund të përfshihen në aktivitete politike. Dënimi për gjedhjet është edhe në vitin 2025, por çka mund të themi shikues të nderuar është që Kuvendi i Kosovës, si institucion që disiplinon antarët, nuk ka ndërmarrë asnjë masë për të zbatuar ligjin në këtë rast dhe për të kërkuar llogari nga kryetarja e bordit. Shikues të nderuar, gjatë hulumtimit të kësaj teme, kemi pranuar ankesa dhe nga zyrtar brenda institucionit të autoritetit të konkurencës. Në cilësinë e sinjalizuesve, inspektorët hetues të autoritetit të konkurencës, Shemse Elezi dhe Gresa Latifi, kanë adresuar një mori pretendimesh për parregullsi. Të jemi të qartë, Shemse Elezi ishte kandidat i vetëvendosjes për kryetar të komunës së Drenasit. Ai ishte punësuar në autoritet shumë vite më parë, por mori pozicione kur vetëvendosja erdhi në pushtet. Hetuesja tjetër, Gresa Latifi, ishte pjesë e një degës së vetëvendosjes në Prishtinë. Ajo u punësua në autoritet në vitin 2024. Elezi pati problem fizik me drejtorin e institucionit Selajdin Beqa. Çka është shumë interesante shikues të nderuar se edhe Selajdin Beqa, edhe Shemse Elezi ishin në vetëvendosje, por në autoritetin ku vendoset për bizneset e mëdha përfunduan jo mirë. Unë dua të njoftoj ju edhe publikun e gjerë, sepse unë që nga 29 nëntori i 2023-ës jam në presion të vazhdueshëm nga autoritetet, nga personat përgjithshëm në autoritetin e konkurrencës, të cilët kanë pozita të larta në autoritetin e konkurrencës dhe të cilët përveç sulmit të datës 29 maj 2023 që më ka bërë në vendin e punës, ndaj meje janë vazhdu masa 3 herë jam i pezulluar,
në 7 herë jam dalë në komisionet disiplinore edhe kam 7 vrejtje me shkrim. Unë të gjitha rastet, deri me tani, ankesa që i kom drejtu në institucionet të administrative, siç është KPM SHCK-ja, edhe institucionet tjera, unë i kam fitu rastet. Në nëntor të vitit 2023, mosmarrveshjet mes inspektorit hetues të Autoritetit të Konkurrencës Shemse Elezi dhe drejtorit të përgjithshëm Selajdin Beqa kishin shpërthyer në përreshje fizike. Rasti tani po trajtohet nga organet e drejtësisë, ndërsa Elezi ka thënë që pas suspendimeve ai fitoi rastet në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës. Si rrjedhoj kam pranu edhe me datë 8 korrik kam pranu vendimin e KPM SHC-s, i cili përbëhet prej 4 pikave, në që më aprovon ankesën time, e shfaqizon vendimin, në 2 e jep komisionit disiplinor me kryethy çështën në rivendosje për shkak se ka shkelje thelbësore relevante të procedurës disiplinore, edhe në pika 3 që është tepër e rëndësishme që edhe më herët Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës ka konstatuar që drejtori i përgjithshëm i cili më ka sulmuar në vendin e punës, ndaj cilit përveç aktakuzës ndaj meje, ndaj aktakuzës që ka ngrit prokuroria ndaj meje, ai ka një aktakuzë tjetër, një palë tjetër, dhe ai vazhdon punën që nga sulmi fizik, ai vazhdon punën aty. Me këtë pikën e 8, me këtë vendim, domethënë e ka nxjerr Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës, ka obligu bordin e Autoritetit të Konkurrencës si organ i lartë titullar i institucionit që të trajtojë çështjen e pezullimit të drejtorit të përgjithshëm për shkak të ngritjes së aktakuzave. Qysh e ke paralajmëruar me email? E kum paralajmëruar me emaila, e kum paralajmëruar me gojarisht. Mas këtij emaili, gjatë punës që kam qenë në zyra aty me 2 zyrtarë tjerë, unë kam qenë duke punu për një rast tjetër. Edhe një nga kolegët e mi thot, a printën emailin e fundit që na ka dërguar Selajdin Beqa për një rast tjetër. Edhe tash, unë e marr, e printoj se isha në zyrën time, edhe kam dalë me marr të printejere. Kur kam dalë, sa kam dalë të dera, se kemi pas zyra ta afër njëri tjetër, sa kam dalë nga dera ime, kam kalu ka dera ati, ka dalë më ka godit. Pa asnjë arsye, pa për vetëm se që kjo email i cili unë i kom të regu që nuk nënshkruj, as nuk vendosi, as nuk marr obligime për veprimet që ti i kryen në mënyrë të paligjshme. Tash, autoriteti është bloku puna e komisionit pa asnjë arsye, i vetmi institucion që emëron dhe shkarkon anëtarët e bordit është ai që emëron që është Kuvendit i Kosovës. A kupton? E thash, është bloku puna e komisionit në mënyrë të paligjshme nga që unë konsideroj që është në mënyrë të paligjshme nga kryetari i autoritetit me ndihmën dhe bashkëpunimin e Selajdin Beqës. Shikues të nderuar, në adresë të Kallxo Përnime ka ardhur edhe Gresa Latifi, një tjetër inspektore hetuese në Autoritetin e Konkurrencës. Rrëfimi i saj, shikues të nderuar, flet për presione dhe ndërhyrjen në punën e saj zyrtare. Ta dëgjojmë rrëfimin e zonjës Latifi. Për 3 vite kam pranuar 13 masa disiplinore. Kjo mundi me thonë se çfarë është u bë kjo inspektore brenda institucionit. Faktet flasin ndryshe për shkak që asnjë shkelje nuk ka mujt me mbajt në fuqi, të gjitha i kam fitu, që kjo tregon që nuk kam bërë asnjë shkelje brenda institucionit. Arsyeja pse më kanë dhënë këtë masa ka qenë qëllimi për largimin tim nga institucionit, specifikisht largimi jam nga rastet në nënhetime të cilat kam qenë duke jetuar brenda dhe që janë shumë të rëndësishme për tregun e Kosovës. Në reagimet e juja në Facebook keni thonë që jeni përballë edhe me presione që 3 vite. Çfarë problemin keni ngrit ju? Cilat raste jeni kanë hetu? Kujt kanë pengu këto raste? Po, është shumë e vërtet ajo që e kam nxjerrë në Facebook. Për 3 vite kom pas presion të vazhdueshëm, masa disiplinore, hakmarrje institucionale, vetëm për shkak, siç e kam më herët, rasteve të cilat i kam në nënhetime, deri edhe në kërcënim të jetës time. Të gjitha këto i kam denoncuar në organet kompetente edhe po pres një reagim mas shpejt prej tyre. Arsyeja ka qenë ndërhyrja rasteve
nënhetimet të cilat nuk kanë pranu, sepse konsideroj që inspektori duhet të jetë i pavarur në punën e tij profesionale që kryen brenda institucionit, ku eprorët për disa raste të caktuara kanë tentuar të më ndërhyjnë në raste, kanë ndryshuar raportet e mia të dërguara, kanë vjedhur dokumentet e mia konfidencialeve të palën në institucion, mi kanë marrë raste të dhënshëm dhe më pastaj gjitha ato raste janë bllokuar. Unë po them drejt, unë kom zgjedhur me qenë e sulmuar brenda institucionit, sepse kom di që 2-3 vite më shumë nuk mundin me zgjat këto sulme. I kom përballu 3 vite presionet, kërcënimet, dhunën psiqike që mu ka bo, vetëm mos me u bo pjesë e tyre. Sepse konsideroj që në fund drejtësia ka me orë në vend dhe shkelësit e ligjit ka me ndëshku. Nuk mundet mos me funksionu komisioni e bordi. Kush ju ka kërcënu me jetë? Kërcënimin e kom marrë prej palës së tretë, si me thonë, si me dërgu fjallë, që jam e kërcënu që me një plumb, one, si me thonë se është pak shprehjeron, fatkeqësisht. Kush ju ka qu këto fjallë? Eprore. Këtë rast është Drejtori përgjithshëm. Selajdin Beqa, po thonë ju ka qu fjallë. Po. Shikues të nderuar, denoncimi i Gresa Latifit është serioz. Suspendime, ndërhyrje në punë e deri te kërcënimet me jetë. Emri i cili lakohet nga Shemsi Elezi dhe Gresa Latifi është Selajdin Beqa, drejtori i përgjithshëm në Autoritetin e Konkurrencës. Kallëzok për një me gjatë hulumtimit të kësaj teme, ka konfirmuar se Beqa ka 2 akta akuza të konfirmuara, të cilat po hetohen nga Prokuroria Themelore në Ferizaj, por ai vazhdon me mbajt postin. Për me i konfirmu të gjitha pretendimet, kam vendos me shku fizikisht të zyret e Autoritetit të Konkurrencës me taku Selajdin Beqën. Gjatë bisedes, ai ka folur për disa prej pretendimeve që janë ngrit në këtë hulumtim. Si zakonisht, puna e parë që tentojnë me bë njerëzit që nuk dalin para kamerës është akuza që gazetari është i shitur dhe po punon për interesat të dikujt. Këtë akuzë është mundu me bë zoti Beqa edhe ndaj meje, po si zakonisht, kur sfidohen njerëzit, nuk kanë prova. Krejt që ka zoti Beqa ka mujt me më thonë, është se unë jam pa duke pi kafe me njerëz të autoritetit. Kjo është krejt normale për gazetarët hulumtues, me taku burime e me marrë informacione. Unë nuk ju kallëzoj me kandal, po di që ata që i kam taku, më kanë kallëzu për 48 bizneset që në heshtje i kanë shit e i kanë blej aksionet për tregtim të rrymes, kabllor, markete e banka. Pra, ata mi kanë kallëzu mu, unë po ju kallëzoj juve shikues të nderuar. Zoti Beqën kam dash me intervistu me kamerë, po ai nuk ka pranu. Kam shku në autoritet dhe e kam taku. E dashta për qitë puna, mundesh? Jam Selajdin Beqa. Flet me Selajdin Beqa. Drejtori përgjithshëm i sekretariatit të Autoritetit të E di saktë. Po, e di që po me qezak. Jo, mos e ke të lashe. Mund bëje hiç pa probleme. A ulemi, bisedojmë? Një sekundë. Nuk përgjigjen për veprimet e komisionit. Komisioni i përgjigjen dhe janë llogaridhënës. Për punën e vet janë llogaridhënës Kuvendit të Kosovës. Kom përgjigjen mua. E qartë. Çka kam unë po përgjigj për dikën tjetër? E për përqendrimet që po merren heshtje, po na shkruan. Besoj që i merr brenda fotit ligjor kemi marrë përgjigjet në ato që i ke ngrit. Ndonse unë kam mendimin tim lidhur me këtë angazhimin tuaj. Po, apo me angazhimin? Me angazhimin. Çfarë kuptimi? Që vetë gazetaresk nuk është. Pse? Po, që shoku ju e dini që unë që pyetje, unë çka kam me botë të tërë. Jo që pyetje, i ngriti pyetje, ti je gazetar. Po, qartë. Jetojmë çet vend. A do më shumë se unë çet vend? Çfarë të marr mani? Ka rëndësi diçka? Ç'është duket, ha? Çka ka rëndësi që situata? Çka ka rëndësi? Unë po ka një zyrtar publik. Unë punoj dhe marr një pagë për cilën më ka caktuar një ligj. Çaj ligj ka kaluar Kuvendin e Kosovës, apo kupton? Po marr vesh. E ju punoni me porosia. Ju kam pa njerëz duke nejtë me njerëz të autoritetit në kafenej. A është e vërtet kjo? Me kën edhe kur. Me kën dhe kur. Po tash. Edhe a është ndalunën me nejtë me njerëz të autoritetit zyrtar publik në kafe? Pse? Pse? Pse mos me nejtë? A jam gazetar? Çfarë? Ti je gazetar. Krye punën e gazetarit, po jo me porosi. Cila porosia? Shiko, krye ti punë. Jo, kjo është pretendim që do të më dhon përgjigje çfarë porosie. Edhe në momentin që ti je ardhur në këtë mënyrë kështu, pa lajmëruar, pa kërkuar numër telefoni ke. Po kum çoçë 2 muaj dispytje. Ku ti jam përgjigj vazhdimisht. Vazhdimisht jam përgjigj. Ti mor përgjigje. Si janë pilota, për shkak kum çu pyetje 2 herë ekstra.
Edhe i morë me të pyet. A kalua fati ligjor? Po. A i shikoj? Hajde. Hajde. Është me 7 maj, ke kërku, ke fillu. Qasër dokumente publike, në regull tu ka përgjigje zyrtari, nga dal, që është në sekund, pasër o zyrtari. Unë jam Valoni, zëtë kemi komuniku me e-maila. Ajo do më keni thonë që kam presion prej punëdhënësit për që temë. Unë kam rakë, është me bërë interesant. Është një akuzke, nuk është interesant. Po, sepse tu më akuzojnë që kam presion, po dune me ditë saktësisht plus jeni zyrtar ligjor. Ja, aty ku është problemi, se s'mleshëm me zona fatin ligjore. Po mirë dhe, po tash, ju jep këtë drejtë ju më thonë më akuzu për presionon? Unë e desha më konë korrekt në kryesa më shkej, se ku mund me ta shu ditën e fundit. Ditën e 15, veç për qëta. Edhe kom pas punë tjera, e kom lënë të mija. Po dhe, e keni kry punën e juve, nuk është që e keni bërë të zëvesh për mu. Po e di zonë, për edhe për ty e kom pasu... Jeni zyrtar ligjore dhe kër e poshat fjali, besa më merë këtë gjajnë. Jo, mu e thumë, për gjithë dhe thumë që ashtu hisë. Jo, nuk është ashtu, se unë është të njëjtë. Jo, për mu... Se është akuz. A e dini që kom pas mas pari presion për i punëdhënësit për këtë temë? A në ashtu se din heq punëdhënësit? Po është, po puna jam mërë punë. Në zona fatin ligjore, se unë... Jam me zakonisht, s'ka lidhje, po dyqysh ma keni thonë një fjali cilën nuk besoj që do duaj me thonë se zyrtar ligjor. Kërkoj falje. A do me të kërku falje? Ok, kam konsiderat tjere e se përsej. Shikues të nderuar, pasi zyrtari ligjor më kërkon falje, unë vazhdoj me bisedu me drejtorin e përgjithshëm Seladin Beqa. Për të, janë ngritë shumë pretendime nga 2 bashkëpartiakët e tij, Shemse Elezi dhe Gresa Latifi. Ky vendimi që po pretendon ai Shemse Elezi për që do tash komisioni juve me ju pezullu? Po, këtë në rregull është i stisur, edhe me KPMSHC po shkojnë atje, gjoj njerëz gjithë kanë mërë njerëzit por kanë kohë. Ai është i suspenduar, vjen në punë. Ai nuk i kryen detyrat, nuk i kryen punë, nuk i kryen rastet, ndonë se vjen këtu. U pezullu për qatë punë, se s'përnan, s'përgjigjet, nuk e një askand këtu. Më dje dhe ka me të shkrume. Tonë përgjigje zyrtare që i ka 3 antarë komisioni. Po ndërku s'ka mojt mbledhje, që ka ndodhë me qëtë pjesë? Për komisionin do të flasë sa më pak. Nesa jam një ori, se jam në sesi, jam një ori, se kjo është komisioni, është organ vendimar si autoritetit. Ka një 3 vendime janë të agjencisë për parandalimin e korupcionit, që ndaj nënkretarës ka vendosur, që ka konstatu të rastet që i kemi minimumin, një 2-3 janë vendosë. Kjo ka një 4-5 firma si pas evidencës, që operojnë në tregje të ndryshme, duke me fshirë edhe të kablor, që i furnizojnë me produkte, kodjo në shka, kanë marrëdhënie kontraktuale. Dhe si pas ligjit, ajo duhet të tërhiqet. 2 vendime janë të tërhiqme, i fundit është vendimi opinioni, ku konstaton se duhet të largohet nga pozita. Janë rasti të nderve... 3 të ndryshme, 3 raste. 3 raste i ka thonë ja largohu, në disa raste, për nëse bie 2-3 më shumë, tash me qëto kompani ka probleme. Të rasti devollit që janë ekzistojnë dokumentacionet, është edhe inqizimi, janë edhe kamerat, cilat i ka prokuroria e gjitha. Ka qenë ditën punë. Ka ditën e parë, kur kena hapetin ndaj Devolli Corporation, ka thonë kam konflikt interesi, usmuj me marrë pjesë, veç ka ndejnë derën salës edhe ka këthim rapa në nënkretarje. Ndonë se në gjykat ka shku, ka thonë usë kam qenë fare ditë në punë, proces verbali është, ku i thotë kretarja, okej, konsiderojnë që ki konflikt interesi, të jedi ligjën dush më largu. Po largu, ja? Po ka dalë, ditë nuk ka votu, po nesërmen, ka marrë pjesë, sepse mas orës 4, përfaqësuesi i kompanisë Devolli Corporation, ka ardhur këtu, është eklatant se si zyrtarë të ndryshëm të institucionit e presin. Ne keni identifikuar zyrtarët? I kem lajmëruar policin, nuk e di ma andej, nuk përzina në qështë të policisë. Po, konflikti qysh ka ndodhur saktësisht? Sa ai e ka rrëfimin, kënë se një email ta ka dërgu disa, ka qenë një diskutim, emaila kryesore që ka ndiku, që jo pasaj si ka dole jashtë e keni sulmu rrëfimi ti, po të kalzaj së sunës. Kështë rrëfimi ti. A lom një herë tjetër? Po, lom një herë tjetër se duhet mi ndodhë gjarje. Gresa që, ajo thot që ka morë një kërsnim me vrasje prej anës të ujë. Ja keni qu fjallë me plon, a dorë fjallë tila. Jo, për herë parë të dëgjaj qëta, dorën zemër.
Aja pretendon, është. Po, ajo ka pretendu, më është më interesu edhe në policia të jashtë shënim zyrtar. Unë nuk kam kërcënuar ndonjëherë në kënd. Po e ke marrë si denoncimsh? As ata, po, jam përgjigj polici, po kam shënim zyrtar, ka pas edhe 100 pretendime tjera. Ajo tash është me grupën e tyre. Tash është me Shemsiu dhe me Kaltrina. Po veç po më intereson me kuptuan e qartë, domethënë funksionimi i komisionit. Pse më keni thonë përgjigje i ka 3 antar komisioni aktuale, se e kam përgjigje zyrtare. Përbes, veç do të me pas përgjigjen për para. Kam përgjigjen. Ma jep lutem. Kam përgjigjen, sepse për mu kanë ndërkohë, nëse është funksional, komisioni pse s'merr vendime. Nuk është çështje që është funksional, sa ato janë 3, po ekip penalizuar me vendim të APK-s, për cilën është denoncuar në prokurori, në kuvend, në qeveri. Ta shpresëm organin punë dhënësi vet. Ai që e ka emënuar mu deklaru për te, apo vazhdon me te, nëse ne një shkres na vjen prej kuvendit, sigurisht që komisioni, do kryetarja komisioni vazhdojnë me punën normale. Çe përgjigje e fortë? Përbët nga 3 antarë në detyrë, ndërsa 2 pozita janë vakante dhe janë në proces të trajtimit nga institucionet për emërim në përputhje me licencionin të shqip fix. Atë duhet kuvendi me marrë në këtë rast. Pas vendimmarrje, nëse s'ka atëra, do ta jam me vazhdo punën. A nuk e di unë këtë punë. Do të me ditë, kuvendi do të me ditë këtë punë. Po, se tash ndërkohë, një përgjigje tjetër, ju më keni thonë që janë marrë 48 përqendrime sipas nenit për heshtje atje, që i bjen që janë marrë vendime në mungesë të komisionit. Komisioni ndërkohë më keni thonë që janë me 3 antarë. Apo kupton, që kjo është për mua me rëndësi me kuptu. Apo funksionon komisioni, ja është out me këtë punë, komisioni. Jo, komisioni veç janë të marrë paga edhe vinë. Kjo vinë është kur t'ju bje koha ose kur kanë kohë. Marrë me bo nëj insinuat, nëj stisje, nëj organizim, nëj puq, nëj shtu se nuk punon. Përveç kryetarës që i bënd do takimi, që mund është me shku tash e kanë mbyll derën. Se e vrejta, tash e kanë mbyll derën. Ne, si sekretariat, ne jemi duke i trajtuar sipas ligjit rastet. Vinë, është afati ligjor, shikota është landa komplet, dosja i lëshot vërtetim palës se landa është komplet. Kompanitë e mdoja, si me onë po kalojnë pa kur farë hetimi në Kosovë, që gati 2 vjetë, mbledhje s'ka komisioni. As një hetim për na i rast ma zbohat, se s'ka komision. Fix po bon 1 vjetë, jo 2 vjetë. Që është? Kanë gënyrë. Në mënë që 1 vjetë i bjen, që nuk o hetu as një biznes, as një përqendrim i madhë. Sekretariati me nenin 29 është e kry monitorimin, shqyrtimin... Monitorim, po, hetim ju, se hetim e autorizani kanë veç... Ja, nuk monat, hetim. Hymin në ndërtesës... Ja, e kom përshu aktivitetin ja 4-5 vjetë. Por reagoj, edhe do të reagoj, edhe do të them edhe publikisht, në rastin e veriut, do të reagoj gjithmonë. E që do më bëmë për qëtë vendimin në fundit? Nuk e di, nuk do të flasë, jam në kontakt me organet e ETUESIS, kam ju dollë Duqa, Qemsielezit, e Kaltrina Seles edhe të gjithë të tjerë. Ka dalë merë. A me të pritë që m'jep intervistën, se unë jam të përgatit një fa reportajë, kështu që është me rëndësi me dalë. Përgatite, unë jam të pritë me dalë reportajë, tani mas reportajët kena me fund. Kur jeni mësuja? Une kom fillu punën me 1 janar 2024. Për ju pës edhe për partin, ju a keni naj pozit në vetë vendosje, apo jeni veç antare e thjesht? Unë derisa për realitetin si qëndron, derisa kam fillu punën në institucion, unë kam qenë kryetare e një pike për i lëvizje vetë vendosje në qendër të Prishtinës. Me të punësuar, unë kam dhënë ndërheqje për të gjitha pozitav që kanë qenë edhe jam veç antare e thjesht. Për ju pës se janë, do të thotë, ka njerës edhe të tjerë që janë ato, a ka ndikim partia, keni vrejt ju najsen? Jo. Në institucion? Jo, asnjëherë nuk kam vrejt diçka tillë, bashkë kisha dashur me cek që këtu nuk ka të bëjë jo vetëm vetëvendosje apo asnjë parti politike, sepse mrena njëri drejtor thotë joni jam përkrahas i kësaj partie, tjetri i kësaj, ka prej të gjitha partia përkrahas të tyre, por realisht unë mendoj që as ndër si bujnë as si përkrahas të asnjënës partie, sepse këta janë sipas pretendimeve të mia, janë një grupacion mrena institucionit që punojnë për interesat të tyre personale. Këtu nuk ka dorë as edhe një parti politike. Ç'është përfundun disa zyrtarë pra vetë vendosjes në këtë institucion, që janë tafërt me partinë, edhe a ka farë ndikimi, a keni vrejt partia? Unë flas vetëm për veten time, unë asnjë kontakt
nuk kam miq, kam shok, kam shumë njerëz ndershëm, kam mbrana në atë subjekt, sikur që kohën subjekte tjera krejt, mirë po unë nuk kam asnjë kontakt nga koha kur ka ndodhur rasti, edhe më herët që kom ndërprej aktivitetin tam, për shkak se kom pas arsyet e mia dhe puna jonë që kryna në autoritet konkurrencës është punë hetuese që ka të bëjë që duhet patjetër ti mos me qenë pjesë e një subjekti aktiv, mundesh me kantar, me shku me ndëgju në fushat një program në diçka, mirë po jo që A mundesh me të ndiku tani partia, nëse je antar? Nuk, për mu së ndikon asnjëherë. Këtë kush tjetër, a gjithkush e merr përgjegjësinë për veti. Po binduni që askush nuk më ndihmon subjektin e vet duke kish përdorur në institucione. Ajo është domthonë alfa omega e gjithave, ti nuk mundesh me ndihmu një subjekt nëse ti bën veprime të paligjshme, ti e dëmton atë subjekt. Edhe unë kam zgjedhur rrugën tame me qenë zyrtar publik, edhe me kaq përfundon. Shikues të nderuar, në lidhje me këtë hulumtim, ne kemi dërguar kërkesë tek Devolu Corporation për t'ju kërkuar intervistë rreth pretendimeve që janë thënë nga bashkëbiseduesit. Kjo është përgjigjja e tyre. Ju falenderojmë për kontaktin dhe interesimin tuaj lidhur me këtë çështje. Duke pasur parasysh se çështja në fjalë aktualisht është objekti i procedurave përkatëse pranë institucioneve kompetente, si dhe faktin se prokuroria ka ngritur akt akuzë ndaj personit përgjegjës të autoritetit të konkurrencës lidhur me veprimet dhe shkeljet e pretenduara në kuadër të kësaj çështjeje, konsiderojmë se nuk do të ishte e përshtatshme që në këtë fazë të komentojmë publikisht apo të japim informacione të mëtejshme lidhur me procedurën administrative dhe rrethanat që janë objekt shqyrtimi. Besojmë se të gjitha faktet, provat dhe rrethanat relevante do të trajtohen dhe vlerësohen në kuadër të procedurave përkatëse nga institucionet kompetente. Për këtë arsye, në respektim të procesit në zhvillim, do të përmbahemi nga komentet e mëtejshme dhe do të presim përfundimin e procedurave dhe vendimarrjen e institucioneve kompetente. Shikues të nderuar, ishte ky hulumtimi disa mujor për funksionimin dhe problemet në autoritetin e konkurrencës.